Mimbrema të dashurisë të njohur dhe të panjohur, dhe ju ndjekës të orës ime letrare. Ja ku arritëm në pjesa e tretë e parathënies të shkruar nga Muzaffer Xhaxhiu në librin Lirika Antike Greke, siç kam thënë, është botuar në vitin 1980 nga shtëpia botuese Naim Frashëri. Besoj pak faqe janë për ta përfunduar këtë studim që ka marrë formën e parathënies në këtë libër. Pastaj do vazhdojmë me leximin e poezive të poetëve antik. Petrarca, poeti i shquar i rilindjes italiane, e sheh dashurinë si ngasje të djallit dhe i lutet Zotit ta shpëtojë nga rjeta mëkatare, ku është kapur, kurse Anakreonti, 2000 vjet më parë, kapet në rjetë jo nga demoni, por nga një grua e bukur reale. Afrodita hyjnesh e dashurisë, që është aq njerëzore sa dhe vetë ndjenja që provon poeti. Vjen e mheth një top të purpurt, ai erosi, flokët ar, dhe më fton që të mahitem me një vashë sandale larme. Një transparencë ngrohtësi të veçantë gjen ndjenja e dashurisë në vargje të poeteshës më të madhe të antikitetit, Safos, nga ishulli Lesbos. Lirika e saj thellësisht subjektive, plot emocione shqetësime për shkak të dashurisë, xhelozisë dhe mallit të largët, shquhet për thjeshtësinë, për harmoninë e ëmbëlsinë e vargut, për larminë e madhe të metrave dhe të mjeteve shprehse. Në ishullin Lesbos, kufisi i lashtë grek i eolëve kishte arritur një shkallë të lartë kulture e qytetërimi, motivet e lashta të rritit, të kultit, të dasmës e tjera, me Safon arritën nivelin më të lartë të shprehjes poetike. Asgjë nga bota mitologjike që bë pjesë e pandare poezisë dhe jetës shpirtërore të grekut të lashtë nuk i intereson Safos, veç asaj që është njerëzore dhe që i shërben të zbulojë pasionet e saj. Këndej kuptoi se bota e së parës poetesh romantike në vletërsinë botërore është mjaft intime. Ajo është kaq e thellë e futur në të sa nuk ka kohë të mendojë, por e lë veten të rrëmbehet nga pasioni i dashurisë, i cili i erëson gjykimin. Pse, duke të parë, mua asnjë fije zëri s'më vjen te buza. Gjua më pritet dhe në ato qaste, siç më gjerperon një zjarr i hollë ndër deje. I erëson pamjen, sytë nuk më shohin dhe brenda veshëve më zjen oshëtima. Këto gjendje psikologjike do t'i huazojnë më vonë Katulli, Danteja, Petrarca e tjerë. Përjetimet e poeteshës nuk arrin të marrin formë moralizuese, si te pjesa më e madhe e poetëve grek. Nga goja e saj nuk del kur një fjalë e urtë, një sentencë. Sensibilitetin poetik të Safos e gjemë në aftësinë të dëgjojë zërat e panumurta të natyrës, të shohin ngjyrat më delikate e më të këndshme të saj për të krijuar me të gjitha këto një harmoni melodioze tingush e rrallë në poezinë greke. Me një stil tepër lapidar, vetëm në 3 vargje në Vjershën e Mbrëmjes, poetesha ka dhënë në çastin më pasiv të ditës aq shumë dinamik dhe hapësirë jete. Përmes një kuadri të mbushur me mallin dhe ngrohtësinë familjare shpaloset motivi i veprimtarisë njerëzore, i natyrës dhe i dashurisë prindërore. Shumë të njohura janë epitalamet e Safos. Me stilin e tyre të një sensibiliteti të hollë, ato na kujtojnë këngët popullore të dasmës me momentet e njohura. Molla në maj të degës, nusja. Vjelësit që nuk dihet e kanë harruar apo nuk kanë mundur ta këpusin, tonjësit, e tjera. Një vend me rëndësi të zë natyra në poezinë klasike greke. Peizazhi i shërbeu dikur Homerit si mjet për të gjallëruar parafytyrimet mbi tablot epike të luftës. Hesiodit për të bërë edhe më të dashur punën e Bujkut dhe Blektorit, ndërsa për poetët lirikë të periudhës klasike, natyra me bukuritë e saj maknitëse u shndërrua në element bot kuptimor. Ajo nuk u bë një mjet egzaltimi dhe lektisjeje si tek romantikët, por një reze që hodhi më tepër dritë në dashurinë për jetën dhe me njanoi figurat e hyjnive të cilët mbetën në poezi, pavarësisht bindjeve të brendshme filozofike si dekor poetik dhe shkas frymëzimi. Edhe në Vjeshën kaq të bukur, vajtimi i Danaes të Simonidit,
Miti ka humbur kuptimin e tij të mirëfilltë dhe ka shërbyer për të endur dramën kaq njerëzore të nënës që dridhet për fatin e të pirit. Antropomorfizimi i Greqisë së lashtë, që i percepton hynitë sipas fytyrës së njeriut, me të gjithë virtutet dhe dobësitë, me pasionet dhe ndjenjat e tij, e shpëtoi poezinë nga asketizmi dhe misticizmi i mitologjive të lindjes, ku perëndit të përfiturohen si qenie të frikshme të përbindshme. Kjo i dha artit të mrekullueshëm grek dritë dhe ajër, e bëri atë aq njerëzor të dukshëm në thjeshtësinë e tij të maknitshme. Natyra te poetët grekë shprehje e harmonisë së gjithësisë dhe shikohet prej tyre si botë materiale që nuk ka fund në kohë dhe në hapësirë. Ajo është frymëzuese e zërit të brendshëm poetik dhe e melodiozitetit. Të tillë fjalë edhe të tillë muzikë Alkmani e gjeti duke imituar klithmën e thellëzave të shprehur në fjalë, shkruan Alkmani në kënga e thellëzave. Lulet, shpendët, ujrat, dielli, hëna, yjet vënë në lëvizje ndjenjë poetike dhe shërbejnë për të krijuar gjendje të veçantë psikologjike. Nata e vetmuar, Safo. Apo paralelizma figurative, e bukura e largët, Safo. Kënga e pranverës, Ibiku. Natyra shpesh shërben si një nënkresë ku mbështet kryet bota e lodhur nga hallet për të gjetur paksa qetësi. Nata e qetë, Alkmani. Edhe kur në ndonjë poezi lëvizin qenjet mitologjike, kupa e diellit të Sikori, ato në gjirin e natyrës më shumë se kudo bëhen aq njerëzore sa humbasin çdo element hynor. Filozofikisht, një vështrim i tillë është një hap drejt panteizmit. Sidoqoftë, natyrës në poezinë greke nuk i këndua si një as për të shpëtuar nga të këqijat e qytetit, nisur nga pozitat saktuara politike, sociale, siç ndodhi me poezinë latine. Idetë filozofike, sociale, etike të lirikës greke nuk arritën të organizoheshin në një sistem pikpamjesh. Kjo për arsye se lirika greke u zhvillua në fillimet e vendosjes shoqërisë slavopronare, e cila në atë kohë ishte ende e pagryer nga kontradikta dhe plagë të thella. Prandaj dhe denoncimi i skeqjes është mjaft i përgjithshëm, i paqartë dhe s'merr formën e kritikës së vetëdijshme historike, siç do të bëj këtë 5-6 shekuj më vonë poezia në Romë. Poetët e Greqisë së lashtë kishin një mendim të lartë për poezinë. Ata i kushtonin vëmendje të veçantë për punimin të frazës poetike, gjerë në atë pikë sa ajo të bëjë mjet efikas për të përfshuar tek lexuesi apo dëgjuesi, me që një pjesë e poezisë këndohej shoqëruar me vegël muzikore e me kor, ndjenjën e poetit. Në ndryshim nga poezia romake, pasionale dhe e vullshme, poezia greke ruajti gjithnjë një farë ekuilibri midis pasionit dhe thellësisë shpirtërore. Nëse thellësia olimpike në rafshin filozofik e si redhim edhe në atë të problemeve shoqërore luajti rol negativ, sepse predikonte rrezinjatën, në rafshin psikologjik shërbeu si regulator për të harmonizuar ndjenjën me arsyen. Edhe te Safoja, poetesha më melankolike dhe më pasionante e Greqisë, që le veten të rëmbehet në vorbullën e dashurie pa fat, nuk e gjejmë atë trishtim dhe brengë, aq të zymtë si te Katuli, Tipuli e Propersi. Edhe pse personale subjektive lirika greke gazin e jetës dashurisë e jep në përmasa përgjithësuese e si kategori etike. Këtu zëfill dhe mendimi që poetët kishin për misionin e tyre në jetë. Pindari krahason poetin e vërtetë me shqiponjën, që ndërmjet fluturakëve të tjerë është me shpeta e s'largu vëzhgon e ato kthetra i anqjetëve të tij më presë të vetë së përgjakur. Lirika greke kuptohet si gjithë arti në shoqëritë pararendse, nuk është e shliruar nga kufizime dhe vështrimi idealizmi botën. Te përfaqësuesit e saj, krahas ideve përparimtare, gjejmë elemente të mitologjizmit, prirje për të hyjnizuar aristokracinë tradicionale e për të mbrojtur interesat e saj, si klasë, Teoknidi, Alkeo, Pindari e tjerë. Besimet e lasha fetare dhe kulti i hyjnive të Olimpit, edhepse në një formë pak të ndryshuar e me një qëndrim të përmbajtur, vazhduan të jetojnë deri vonë.
klasa e skallopronarëve ruajti fenë për të shenjtëruar autoritetin e saj, ligjet dhe institucionet e polisit. Feja olimpike duhet të shërbente hierarkisë sunduese për të përligjur bazën klasore të shoqërisë greke, antagonizmin midis padronit dhe sklavit, midis pronarit dhe qytetarit të varfër, motivin se klasat në fuqi ishin me origjinë hynore dhe të parasaktuara nga fati për të sunduar me klasat e tjera, dhe fati për grekët e vjetër ishte një fuqi e pandalshme, që vepronte edhe mbi perëndit. Vdekja vjen kur ta kenë thënë, fatit, këndon poeti Kalin. Ideja e fatit në Greqi u vënë në themel të doktrinave të ndryshme filozofike dhe të moralit të kohës, që synonte të shuante çdo aspirat për një jetë më të mirë, duke ngulitur te njeriu bindjen se çdo përpjekje do të ishte kot. Tragjedia e Edipi mbret e Sofokliut. Përfiturimin e zymt dhe pesimist mbi fatin e zbusnin në atë kohë besimi dhe shpresa në hakmarrjen dhe drejtësinë hynore. Në rast se ndokush fiton shumë pasuri, në dashme dhunë, në dashme fjalë dinake, hyni të shumë lektë çdo njeri e dërmojnë, shkruan Hesiodi në Punët dhe Ditët. Poeti thotë se 30.000 rojtarë të pavdekshëm ka caktuar Zeusi për të vëzhguar punët e njerëzve dhe për të mbikëqyrur drejtsinë dhe veprat e padrejta. Edhe si kur e ndjerë dhe sinqertë të ishte bindja në fatin apo në drejtsinë hynore, e cila përbën një nga kufizimet themelore në botkuptimin e lirikëve grek, objektivisht ajo u shërbente klasave në fuqi dhe gjithsesi sanksiononte shtypjen dhe shfrytëzimin. Teognidi në vjeshën të zezat e varfërisë, shpëtimin nga varfëria e sheh në vetvrasja. Që ti shpëtosh varfërisë, ja vlen të hidhesh aty ku është, o cirn deti më i thellë. Të tjerë poetë shpëtimin e shohin në fisnikërinë shpirtërore të njeriut dhe në përsosjen e tij morale. Poezia lirike greke, e sellitur me përfiturimin e begatë të një populli që krijoi legjendën mbi Orfeun mitik, i cili me këngët e tij ma gjepse natyrën, poezia që vibron në të nëntë telat e lyrës orfeane, me të gjitha ngjyrat e tingujt, me tërë blunë e ndezur të qiellit të Atikës e errrat e krypurat e Egjeut, me gazin e çelur të Arkadisë e me ndërimin e pafajshëm të Perseut, tingëllon me të njëjtin pathos edhe kur u këndon armëve të kryengritësve, po ashtu dhe luleve e brengës së dashurisë, qetësisë mbrëmjes, një lloj si kushtrimit për luftë, që nga kalini e gjerë të Safoja, muza e dhjetës siç e quajti Platoni, ajo zbuloi për atë kohë një botë të re ndjenjash dhe emocionesh të thella të njeriut, që posa kishe nisur të sfidonte me bukurinë e tij, mendore dhe shpirtërore, atë çka kishte krijuar aq poetikisht me fantazinë e tij, botën olimpike. Lexuesi ynë, i cili ka pritur me interes mjaft nga kryeveprat e letërsisë klasike greke, që nga Homeri deri te Lukiani, do të di të shmoj lart edhe këtë buqet këngësh që vjen nga thellësitë e shekujve për t'i folur me një zë që ruan gjithmonë freskinë dhe bukurinë e tij. Muzafer Xhaxhiu. Herën tjetër do fillojmë leximin e poezive. Ju falenderoj të gjithëve ju që më ndoqët. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.